Gazetarja e njohur Irena Shabani ka zgjedhur ta promovoj kalimin e saj në lëmin e poezisë në Sarandë. Një grup miq të saj dhe të krijimit ishin ata me të cilët ajo ndau emocionin e librit të saj në poezi, të titulluar Letrat që nuk mi dërgove kurrë. Ajo tregoi se nuk u përket atyre që vargëzojnë për të bërë poet, por se poezia i vjen natyrshëm dhe është gjinia më e sigurt për të shkruar te lexuesi, me një ndjesi dhe mesazhin që ka për të dhënë. Kryesa e promovimit nxiti diskutime miqësore për tematikën e poezive të Irena Shabanit. Diskutantë dhe miq të poetes Shabani konstatuan se ky është kontakti me poezin ku lëviz jeta, ndjenja dhe mendimi iracional, ku secili gjen një përjetim të vetin dhe një qasje të përbashkët për dukuritë e shoqërisë së sotme. Irena thot se ka një lidhje të posaçme me Sarandën edhe si një qytet poetik. Mendoj që është një mozaik i jetës, mendoj që e sjell jetën pa u lëritur, pa bërtitur, ashtu siç ndodh jeta. Duke e parë, mendoj që një njeri që e lexon librin e shikon atë nga jashtë me shumë qetësi dhe gjën veten në poezitë e atij libri, secili mund të gjej veten në njërin varg apo në vargun tjetër. Poezia, po të mos ishte një zhanër i rrezikuar, nuk do të mbrojë nga UNESCO, siç është marrë në mbrojtje, që tashmë kemi një ditë të poezisë. E konsiderojnë si një zhanër i haruar, por unë shoh që ka një rizgjim, mendoj që njerëzit sa më shumë të fillojnë të lexojnë, aq më shumë e kultivojnë. Nëse një roman të përfshin, poezia të bën të reflektosh. Ka humbur shumë lexues, por mendoj që po rifiton terren. Mendoj që në një moment të tillë ku bota është bërë shumë teknologjike, njerëzit po i kthehen shpirtit. Autoria Shabani ndjehet mirë që libri i saj është një mozaik i jetës, ndërkohë që thotë se poezia, po të mos ishte një zhanër i rrezikuar, nuk do të ishte në mbrojtje të UNESCO-s. Mendoj që është një mozaik i jetës, mendoj që e sjell jetën pa u lëritur, pa bërtitur, ashtu siç ndodh jeta. Duke e parë, mendoj që një njeri që e lexon librin e shikon atë nga jashtë me shumë qetësi dhe gjën veten në poezitë e atij libri, secili mund të gjej veten në njërin varg apo në vargun tjetër. Poezia, po të mos ishte një zhanër i rrezikuar, nuk do të mbrojë nga UNESCO, siç është marrë në mbrojtje, që tashmë kemi një ditë të poezisë. E konsiderojnë si një zhanër i haruar, por unë shoh që ka një rizgjim, mendoj që njerëzit sa më shumë të fillojnë të lexojnë, aq më shumë e kultivojnë. Nëse një roman të përfshin, poezia të bën të reflektosh. Ka humbur shumë lexues, por mendoj që po rifiton terren. Mendoj që në një moment të tillë ku bota është bërë shumë teknologjike, njerëzit po i kthehen shpirtit. Në vlerësimin e gazetarit Ermir Hoxha, poezia e Irenës ka thellësi ndjenjë dhe mesazhe të forta. Është një zhvillim shumë i këndshëm kur një penë gazetareske, siç është Irena Shabanaj, vjen edhe me një libër me poezi. Libri Irena Shabanajt është një libër me poezi shumë të qelluara, për ta thënë thjesht, është një poezi që ka thellësi, që ka ndjenjë, edhe që ka mesazh jashtëzakonisht të fortë. Ka poezi të cilat vërtet të lënë një mbresë të veçantë, një poezi që i ka të gjithë parametrat për t'i rezistuar kohës, edhe për të pas atë monumentalizmin me vite që kalojnë, për nga vetë temat dhe kapja, siç është për shembull humbja e parajsës, që lidhet me një realitet siç është e fëmijëve në Gaza. Në planet krijuese të autores Shabani është prezantimi i saj para lexuesit me një libër në prozën e gjatë, për të cilën thasër në fazën e dakordësisë me ende botuese, për ta patur gati për panajrinë e librit në nëntor 2025.